Adhrues basketbollit, jemi në foljen e basketbollit, pejon palestrën Karagashi, prej nga direkte në shtëpitë e juaja, po na vjen derbi, kryendeshja Gjiros 12 edicionit si vjetën fantastik Pro Credit Superligës, Go Plus 5 Sigal Prishtina, njëkohësisht është duke zhvilluar edhe ndeshja në mes të vllaznimit të Rahovecit në Shani Nushi, 46-26 këtu. 44 me 32 pas pjesë së parë, po i shihni edhe të dhënat statistikore. Një dominim i lehtë i Sigal Prishtinës në kërcime, mirë po në asistime u përmirësua, ishte 15 me 6, dhe tani kemi 15 me 11 në asistime, por po i shihni topat e vjedhur të Go Plus 5, 6 me 1, aty ku ka dominu skuadra Pejanën në pjesën e parë, ishim pa dyshim kundër sulmet të shpejta dhe tentimet për 3 pikë në start, edhe pse më pas në fund duke i falenderuar 2 treshëve të cilat i realizoi skuadra Mysafire përmes Arjan Azemit, fillimisht përmes Bejlit, e pastaj edhe Arjan Azemit e afroi një herë rezultatin në 9 pikë, megjithatë në fund në leadershipin, dirigjimin e lojës e mori mbi vete Jordan Johnson, i cili depërtoi, realizoi në fund edhe një gjuajtje të lirë për të rikthyer 12 pike përsi. Adrio Bailey u ngrit nga banka rezervë për të kontribuar me 10 pike 5 kërcime. Pra, këto dy skuadra sonte po takohen për herë të dytë si vjet. Pra, edicionin e kaluar skuadrat këto dyat i kanë dhënë nga 2 fitore secila, me Pejanën e cila fitoi për ballën e fundit në maj 170, ndërsa duelin e parë në Prishtinë Go Plus Peja fitoi me rezultat 95-90 duke i falenderuar tandemit të 7 lartëve Edwards dhe Taj Green. Tentim herën e parë i pasuksesshëm në start. Betet 44 me 32 Johnson me Hendonin, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm. Shëndrit Lapi e sheh korridorin, depërton atje, e ndal Adrio Bailey, dueli lojtarëve me numër 0, edhe Lapi e huqi, Adrio Bailey coast to coast atje, mbrojtje e mire Adrio Bailey e mbuloi Shëndritin, e në anën tjetër prej koshit në kosh vrapoi dhe realizoi për 44 me 34. Tentim për 3 pikë, drejt dhe te vendi, Jordan Johnson me treshën e parë të tij, një e tentoi por e huqi në pjesën e parë, 8 pikë të Johnsonit për të rikthyer plus 13-shin. Don Poloshka, 2 kapitenët, bukur e pa Adrio Bailey, një vetmuar tenton, nuk realizon, Doni me maje të gishtave atje, edhe bona top dhe i mundëson më pas alley hupin Kramerit, që realizon pikën e tij të 10, lojtari i dytë të Prishtinasit me pikë 2 shifrore, Bailey 12, Kramer 10, Shëndrit Lapi 47 me 36, bëhet gati për të inkuadruar në lojë Arti Hajdari. Shëndriti largohet, s'duhet të jetë i zhgënjur me këto 2 aksione të huqura, sepse pati një start fantastik në pjesën e parë dhe ishte pjesë e asaj serie fenomenale për 25 me 8. Në vend të tij u inkuadrua Arti Hajdari, Kramer edhe një herë kësaj radhe Burns asiston dhe Kramer koshin e çmonton për mrekulli. Hendon u dasht me e mbyll korridorin dhe la të vetmuar Kramerin, i cili afron rezultatin në 47 me 38.
Tentim për 3 piki pa suksesshëm. Azemi, vetët i shkurtër dhe Johnson edhe një treshe e tij. Në momentin kur Sigal Prishtina po afrohet, Jordan Johnson po del në skenë dhe me treshet e tij po bombardon. 2 treshe rresht. Bailey ishte i shtyr nga Flayton atje. Betejë e Herndonit me Kramerin. Flayton shkon nga koshi në kosh. Dhe nuk arrin ta pengon Azemi. Duelin e lojtarëve me numër 1 fiton Flayton për të rikthyer plus 14 e përsi. Një treshe e Johnsonit dhe ky deportim i Flaytonit e rikthen e përsin prej 14 pikëve. Azemi gabon në pasim kundër sulmi shpejt Dardan Berisha për mrekulli atje për Flaytonin. Ja do bon topin Don Poloshka nga dora e lëshoj poshtë. Herndon vonot atje Johnsoni me pasu topin, s'di çka priti. Flayton mbrojtje zonale, Prishtinase e mbyllin korridorin, lëvizje bukur mashtruese Artit e shet Dardanin në pozitën e tij, tenton nuk realizon, por Dardani me kërcim në sulm e përmirëson, realizon për 54 me 38, e rikthen gati e përsin maksimale, tani plus 16, më e larta ishte 7. Don Poloshka. Asgjë nuk po ju shkon për dore. Prishtinase mbrojtje e mirë e skuadrës pejane, edhe lëvizjet e lojtarëve Prishtinas tani më të ngadalshme janë, më statik, nuk po e përcjellin njëri tjetrin ashtu si duhet. E foul i Arjan Azemit, e shtyu atje Herndonin, apo jo ishte Adrio Bailey. Do të jetë rivanje e topit nga anash. Është kjo personalja e tretë e Baileyt. Lëvizje bukur mashtruese e Dardanit, i cili tenton mirë, po edhe një herë sikur se pak më herët pati fat, topi i kthehet dhe herën e dytë nuk e çon hoq. 56 me 38, e tani kjo është e përsia më e lartë. Don Poloshka e vjedh këtë top, e godet Herndon Arjan Azemin, pa dashje, ufa, kjo dhem, kërkon Herndon falje. Një seri prej 9-0 e PS, por sa u afrua në 9 pike përsi Sigal Prishtina, peanët u përgjigjen me seri prej 9-0, blokada tje Flaytonit kundër sulmi shpejt, por gabon Herndon, megjithatë Jordan Johnson e rikthen topin. Flayton tenton, nuk realizon, do të ishte 100% i sakt, deri tash ishte 3-3 për treshe, e prish pak përqindjen. Burns për Azemin, lëvizje mashtruese, dueli lojtarë me numër 1, Azemi gabon atje dhe shikoni Flaytonin atje se si i gëzohet. Në anën tjetër, Jordan Johnson depërton, Arti Hajdari realizon për e përsin e parë, sonte prej 20 pikve, për herë të parë plus 20, seri prej 11-0. Në fakt më falni, nuk është 11 me... Po, pas asaj treshe të Flaytonit, megjithatë është seri për 11-0. Të jashtëzakonshëm lojtarët e Go Plus PS nuk u dekoncentruan pas asaj serie në fillim me 2 alley-hoopa në asistimet të Burnsit për Kramerin herën e dytë me atë ngulitje ku rezultati u afrua.
në 47 me 38 dhe ishte Jordan Johnson ai I cili e mori dirigjimin në duart të veta fillimisht me treshe, më pas me top të vjedhur dhe asistim për Dardan Berishën I cili realizoi 4 pikë rresht Dardani në tentimet e tij të dyta të përmirësuara para se Arti Hajdari të realizonte në asistim të Johnsonit për 58 me 38 dhe detyruar trajnerin Kakiusis që të kërkon time-out. Burns nuk ka përgjigje, lufton atje Bailey. Dalet në mënyrë të palejuar nga Alan Herndoni. Dumet pikë të Adrio Baileyt I cili ka edhe 6 kërcime, 12 pikë I ka dhe Kramer që I ka 5 kërcime. Herën e pari pasakt, ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira Adrio Bailey, 3-0 është nga vija gjuajtjeve të lira, sonte Prishtina katastrofale nga vija e penaleve, 15 me 7, 8 gjuajtje të lira të huqura, sa radhe realizon 16 me 8 është kjo pika e 13 Adrio Baileyt, gjuajtje e pare lirë, e realizuar nga 4 tentime, 58 me 39, e ndërprejnë këtë seri për 11 me 0 të PS. Ariana Zemi nuk pajtohet atje, përfasohet me këtë foul. Dardani për Johnsonin. Thot Johnson din në anën tjetër. Flayton pret pick and rollin. Vetet me top në dorë, me gjithate e shërben thellësi atje me një lob. Johnsoni kur s'pat çka me bo me top me vërtet s'fumujmi kuptu ta playmakerat amerikan me këto udhëheqje të topit me lojë vetjake kur po mbeten me top në dorë në situata shumë të vështira. Po pasojnë, kësaj radhe Herndon ishtë dërvjelt atje. Realizon pikën e tij të 10 dhe double-doublin e tij, 10 pike, 10 kërcime, 3 asistime, 3 topa të vjedhur, pa e humbur asnjë top. I jashtëzakonshëm është Alan Herndon, shpejt lëviz topi Visariu për Ariana Zemin, tentim të përgjigjet dhe përgjigjet me treshe, 60 me 41, e përsia më e lartë e PS ishte ajo pak më herët, kur kishim mbetur edhe 4 minuta 2 sekonda lojë në çerekun e tretë plus 21. Edwards inkuadrohet në lojë, nga loja largohet Alan Herndon, ka merituar pushimin 20 minuta lojë të tij për double-double, I përmenda shifrat e tij fenomenale. Dhe njëherë në stil të Michael Jordanit atje, Dardan Berisha, 37 vjeçari, po luan si në ditë të tij më të mira. Visariu vazhdon seria e huqjeve të tij si në stërvitje, 5-0 për treshe nga Visariu. Në anën tjetër, Skylar Flayton I tregon se si bëhet kjo punë. Treshja e 4 nga 5 tentime nga Skylar Flayton, 16 pikë të Flaytonit për 65 me 42, jo 85, do të ishte pak si shumë. Edhe njëherë Flayton! Dum Flayton!
2 treshe rresht për 68 me 44. Tani kjo është e përsia më e lartë për plus 24, edhe një top i humbur i Azemit. Gol i Adop Poloshkës. 68 me 44, Flayton i arzakonshëm. 5 treshe nga 6 tentime, 2 piksha nga 2 tentime, 19 pik, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur, plus një blokade e Flaytonit. I mrekullueshëm. Ndërsa fantastik është edhe qendra Alan Herndon me 2 dhjetëshe dhe 2 treshe. 10 pike dhe të kërcime. Në anën tjetër 3 asistime, 3 topa të vjedhur. Kramer e të botë topin për një qast nga dora e Edwardsit. Musa Mala do të inkuadrohet në lojë, nga loja largohet Dardan Berisha. 8 pik, 4 kërcime të Dardanit dhe një asistim për 15 minuta lojë. Po e kursen trajneri Greg Gibson nuk ka nevojë që ta mundoj më tepër. Johnson kundër tentoi atë me një pasim të shpejt Kramer te Burns. Flayton. Arti Hajdari me rolling atje, futet në mesin e 2 lojtarëve, DeAndre Burns e ndalë në mënyrë të palijuar. Dominim absolut i Go Plus PS adhurues të basketbollit në këtë çerek. 24 me 12. Nga sekonda e parë e këtij dueli, skuadra Niko Qire ishte në epërsi, duke i falenderuar serive të një pas njëshme në start 11 me 2. Më pas e pati një seri prej 14 me 6 për të kaluar në atë epërsin maksimale në qerekun e parë prej 17 pikve. Në pushim shkuan me 12 pik plus, mirë po e pat pas ati rezultate prej 47 me 38 në qerekun e tretë kur u afruan në vetëm 9 pik e përsi. Pasoj një seri prej 13 me 1 e cila e shkëputi rezultatin edhe këto 2 treshet të një pasnjëshme të Flaytonit, i cili edhe përpaksa nuk e vodhi topin, e dërguan në maksimumin për 24 pikve para se të realizoheshin këto 2 të lira. Altin Morina tenton, nuk realizon, mbetët 70 me 44, e përsia më e lartë për plus 26. Musa Mala për Caesar Edwardsin, për mrekulli atje asiston Musabi. Sonte është fenomenal. Me të vërtet treshja e lojtarëve vendor, Musa Mala, Shëndrit Llapi dhe Dardan Berisha. Shkëlqyer natyrisht aty është edhe Arti Hajdari me 6 pikë dhe atë topin e vjedhur. Arti është efikas nga çka do që ka gjuajtur, 4-4 nga gjuajtjet e lira, 1-1 për 2 pikë. Dhe 48 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. 72 me 44, 28 pikë e përsi, 28 me 12 në këtë qerek. E vërtet në qerekun e dytë dhe të tretë
Mbrojtje fantastike, mbrojtje fenomenale e Go Plus Pejës. Vetëm 24 pikë të realizuara të Prishtinës, 12 në qerekun e tretë dhe vetëm 12 në qerekun e dytë dhe vetëm 12 në qerekun e tretë. Gjithsejt 24. Edhe njëherë Mori se për mrekulli e vjedh këtë top në anën tjetër nga prapa për mrekulli. Arti Hajdari asiston Musa Mala, realizon për 74 me 40-30 pikë të Go Plus Pejës në qerekun e tretë. Çmontim total, kërka nuk është Sigal Prishtina sonte, Kramër e ngulit atje për ta zbut pak, po në minus 28. Edhe 6 sekonda, Musabi për Edwardsin, I cili tenton dhe në sekundën e fundit realizon për ta rikthyer e përsim prej 30 pikëve, 76 me 46. Dhe këtu adhurues të basketbollit, fituesi tashmë është përcaktuar definitivisht, nuk e ka as energjin, as potencialin Sigal Prishtina që të bëjë diç më tepër sonte. Minus 30 pas 30 minutave loj. Pra 30 me 14 në qerekun e tretë. Dhe janë kundër sulmet e shpejta të Go Plus Pejës, ato të cilat e sjellën këtë dominim, por edhe treshe dy herë më tepër, dy fish më tepër treshe të realizuara. Këtë shifër me të vërtet Moti nuk e kam pa saj për këtë shënimit të pikëve në kundër sulme, 16 me 1. Edhe në pikët e realizuara nga topat e humbur të kundërshtarit, pra 20 me 6, edhe saj për këtë tresheve, 8 treshe të realizuara të Go Plus Pejës nga 20 tentime, ndërsa Sigal Prishtina ka realizuar 4 treshe nga 18 tentime. Ajo që po ashtu duhet theksuar janë edhe huqjet e shumta nga vija gjuajtjeve të lira, vetëm 50% e efikasitetit nga penalet, 16 me 8. Është ky njeri ai i cili me të vërtetë e bëri dallimin sonte, edhe pse në përgjithësi Go Plus Peja po luan në mënyrë fenomenale. Sonte përparësia e Pejës ndaj Prishtinës ka qenë në stilin e lojës. Sonte pra skuadra e Pejës ishte shumë kontakte, luajti bashk, nuk ishte vetjake, loje shpejt, kërcimet pas kërcimit në mbrojtje, kundër sulmet të shpejta. Dion Haxhosaj depërton atë. Ufa, çfarë blokade Musa Malës Dionit atje. Tenton dhe realizon Edwards. Aje përmbylli qerekun e tretë dhe e nisi edhe të katërtin me 78-46. Dominim absolut i Go Plus Pejës, e cila pas disfatave nga Bora dhe Rahoveci, sonte definitivisht dhe lirish mund të themi se ju kthye fitoreve, vështirë se kjo Prishtinë mund të bëjë diçka në qerekun e fundit. 29 pikë dallim. Dardan Berisha në tentim për 3 pikë. Airballi Dardanit betet me 8 pikë. 4 kërcime dhe një asistim. Kapiteni i skuadrës Pejës, basketbollisti shqiptar i Kosovës, më i miri gjithakove.
Bailey për Kramerin, shikoni ku është dashur që të dalë Kramer në pozitën e postit të ul, edhe njëherë me të vërtet Dequan Morris, mbrojtje të hatashme, sonte 3 topa të vjedhur të Morrisit. Dardani kundër sulm i shpejt dhe personale e Ariana Zemit. Musa Mala tenton, nuk realizon. Faul i Kelby Kramerit. Reagon atje Kakiusis. Blok për Dardanin, e humbte top Ariana Zemi. Faul i Flaytonit, dueli i dy lojtarëve me numër 1. Skyler Flayton për të është personalja e tretë, 19 pike, 5 asistime. Është duke pushuar qendrën Alan Herndon, nuk ka nevojë për 31 vjeçarin trajneri Greg Gibson e kreu punën e tij për mrekullimet, vërtet lojë shkëlqyeshme e gigantit amerikan Herndon. 2 dhjetëshe, 2 treshe, 10 pike, 10 kërcime, 3 asistime, 3 topa të vjedhur pa humba asnjë. Azemi për Haxhi Osajn, parës Musabi e blokoi, ja bëri një blokat të madh, ndërsa tani e pengoi edhe për treshe. Johnson depërton deri në fund. Kramer shkakton faul, kosh faul i playmakerit Peon Jordan Johnson. 13 pikë të tij. Ka dhe 6 asistime, 3 kërcime. Gavia gjuajtjeve të lira sonte ka pas probleme, 4-1, kësaj radhe realizon për 81 me 49, 32 pikë dallim, është e përsia më e lartë në minutin e 33 adhurues të basketbollit. Altin Morina atje lufton, nuk arrin Morris për Musab Malën, ish mangët presingut topit e Dardan Berisha. Brandionit depërton për birot atje, për vrim të gjilpërës, e bën atë që gjithmonë e bën magjin e tij Dardani, për 83 me 49, e përsia më e lartë prej 34 pikëve plus 34 pas tyre pikëve të Dardanit, i cili bëhet lojtari i 4 me pikë 2 shifrore të Go Plus Beja. 10 pikë, 5 kërcime dhe 2 asistime për Dardanin në vijën e gjuajtjeve të lira Bailey. Herën e parë realizon, pika e tij e 14, i ka dhe 7 kërcime Adrio Bailey. 83 me 50. Me 51, 83, plus 32 pikë, thash 7 minuta e 5 sekonda, 15 sekonda, më falni, para se të përfundon të ndeshja, e përsia më e lartë prej 34 pikëve e PS. Opa, Morris gabon atje, nuk u kuptuan me Johnsonin. Dequan Morris 3 pikë, 3 kërcime dhe 3 topa të vjedhur. Musabi e ndalë në mënyrë të paljuar Ariana Zemin. Depërton deri në fund, po kujt mja gjuj topin. Lëvizje bukure, Dionit për mrekullia atje, të gjithë i kaloj pra në vis fundore me rolling. I mashtroj dhe në fund realizoj për 83 me 53.
Dardani për ballë ka Arjanin. Lëvizje mashtruese jo, po e vjedh këtë top Arjan Azemi në mënyrë nonchalante, shkon në kundërsulm dhe realizon për 83-55. E afron pak e zbut atje Azemi me këto 2 pikët e tij, disavantazhin në 28. Pak më herët ishin pikët e para të Dionit Haxhosajt, ndërsa me këtë top të vjedhur dhe kundërsulm Arjan Azemi realizoi pikën e tij të 19. 19 pikë. Ka 2 asistime, mirë, po i ka humbur edhe 4 topa, 15 topa të humbur të Sigal Prishtinës, vetëm 6 PS. Me të vërtet të gjitha elementet e lojës tregojnë në favor të Go Plus PS. Te tregon edhe rezultati. Efikasitet jashtëzakonisht i lartë për 2 pikë, 23 dyshe nga 34 tentime, 8 treshe ka realizuar Go Plus PEA pas Sigal Prishtina, e cila ka unqur 8 gjuajtje të lira. Në anën tjetër, PEA ka realizuar 13 gjuajtje të lira nga 17 tentime, me të vërtet dominim, pra në çdo element tentim për 3 pikë i pa suksesshëm. Dardani kërkon blokun, Herndon është rikthyer në lojë, futet në brendi, Kramer ka dalë jashtë me ndihmu. Allan Herndoni atje në asistim të Dardan Berishës. Pasimet e Dardanit kanë sy e pat një parabol shumë vështirë atje me e prejat pasim. Asistimi i dytë i Dardanit për pikën e 12 të Herndonit. Rikthehet plus 30 që Arjan Azemi depërton deri në fund, mbetet i vetmuar. Asiston të Dion Haxhosaj, pika e 4 të Dionit. 85-57, edhe 5 minuta loj. Herndon bukur atje nga ana e kundërt, edhe një asistim e rikthen 30 pikshin, 87-57. Në anën tjetër, në qerekun e 4, 67-53 është në Shani Nushi, Vllazimir Rahoveci. Kramer realizon përsëri e zbut rezultatin. 87-59. Dardani nga një distancë e madhe, tenton, nuk realizon Flayton, edhe një kërcim i tij. Jordan Johnson realizon për 90-59. Përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe Dion Haxhosaj. Dardani për Flaytonin, Malja për Jordanin, edhe njerë lëvizje mashtruese e Jordanit. Top për Arjan Azemi, kundër sulmi shpejt, kthehe në mbrojtje dhe fauli Dardanit, i cili thot atje ma hoqi dorën, ishte faul në sulm i Dionit, por referi Gashi nuk pajtuot me këte. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dion Haxhosajn. 90-62. I pasak tentimi ti i par Dioni. 7 pikë të ti deri tash, të gjitha i ka realizuar në këte qerek, në qerekun e 4.
Vetëm 14 minuta lojë për Dionin sonte. Flayton për mrekulli, asistante Herndoni, pika e 14 e Herndonit, double i ti tashmë, 14 pikë, 10 kërcime, 4 asistime, 3 topa të vjedhur. Megjithatë Flayton është lojtari më i mirë dhe MVP këtij dueli, 19 pikë të Flaytonit. Ky është e pak më herët asistimi 7 i tij, 3 topa të vjedhur, 4 kërcime, 1 blokat, pa e humb asnjë top të vetëm. Dardan Berisha, kapiteni i Lëvend Nilës Sokolit. Edhe 3 minuta deri në fund dhe tani pak minuta edhe për Mal Syllën tek Sigal Prishtina nga Kakjusis. Blokade Herndonit, Johnson për Flaytonin, Flayton shkon e ngulit mbi Altin Morinën. 21 pikë të Skylar Flaytonit, i cili sonte me të vërtet ishte, ashtu si thot edhe emri, qiellor. Dioni, mbrojtje e mire Skylar Flaytonit, i cili largohet atje, e lë Dionin, i kthehet topi, e pat edhe ju vet, nga trohon atje në fund edhe Nila gabon, Dion Hajosej depërton, ja dëbon topin nga dora Jordan Johnson. E tani Mal Sylla inkuadrohet në lojë, Liri Zeneli, Ardiani Bishi, Liri Zeneli, djaloshi i ri, i gjatë 209 cm, 18 vjeçari. Jo, thot Lir Zeneli, jo para me, vjen si aeroplan prej mrapa, djaloshi i ri, 18 vjeçari, edhe ja servon këte banane Morisit, i cili mendoj se pa të letë, apo do të jetë faul, si duket, po. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dequan Morrison. 94 me 62 mbetët rezultati, adhurues të basketbollit këtu çdo gjë ka përfunduar. Pra lirësh mund të themi është kjo Lapi, kërkojnë Shëndrit Lapin, fitoria e 8-5 si vjet dhe trajneri Greg Gibson edhe ndëgjon publikun, e shpërblen Shëndrit Lapin, me të vërtet ishte fantastik në fillim të këtij dueli. Dhe Alan Herndon atje e përshëndet Shëndrit Lapin, i cili inkuadrohet në lojë. Teknike për Kakjusisin dhe reagimet e tij. Sokol Nila do të ekzekutoj gjuajtjen e lirë edhe të Peja tani, pra në lojë Olti Salabigol, Elion Hasanaj, Sokol Nila, Shëndrit Lapi,
Opa, dhe vjen shënimi atje I djaloshit të ri, Elon Hasanaj. 97 me 62, 35 pikë dallim. Definitivisht mund të themi se Go plus Peja sonte ka deklasuar Sigal Prishtinën. Disfate e thellë, kërka nuk ishte sonte skuadra Bardhe Kaltër. Fitoria 8 e Go plus 5 dhe disfata e 6, tani Sigal Prishtina ka 6 fitore e 6 humbje. Nesër në program, pra, rikujtoj se është ndeshja e dytë me Strepçës e Borës, brenda 48 orëve këto dy skuadra takojnë sërish, ndërsa në Prizren Bashkimi e pret Golden Eagle Lullin, e një ndeshje bukur atje për mrekulli. Ardiani Bishi lëvizje ti mashtruese dhe realizon për 98 me 64, jo 84, 98-64. Kemi pak problem sonte me grafika, po blokohen. Kërkojnë pjesë. Lëvizje mashtruese dhe Malcyla realizon në listën e kosha shënuesve. Shënohen edhe djelmosha të rinj. Nila dalet në mënyrë të palejuar. Nila shkakton personale. Adhurues të basketbollit, pra ta përmbledhim shpejt në këto sekondat e fundit. MVP këtij dueli pas një dyshim Skyler Flayton, 21 pikë dhe 2 shtatëshe, 7 kërcime, 7 asistime, 3 topa të vjedhur pa dyshim, fenomenal. Dhe Alan Herndon me 14 pikë, 11 kërcime, 4 asistime dhe 4 topa të vjedhur, plus edhe një blokad të jashtëzakonshëm. Indeksi Flaytonit plus 38, I Herndonit plus 31, me 17 pikë, 6 asistime, u dallua dhe Jordan Johnson, 10 pikë, 5 kërcime, 3 asistime, I pati Dardan Berisha, 10 pikë, I shënoi edhe Musa Mala, dhe I shtoi edhe 2 katërshe të kërcimeve dhe asistimeve. 98 me 67 sekondat e fundit të këtij dueli, thash, pra nesër Trepça Bora dhe Bashkimi Golden Eagle Lulli do ta përmbyllin xhiron e 12 të këtij edicioni fantastik, ky cikli I dytë me të vërtet çka nuk solli. Jemi duke shikuar kampionatin më emocionues dhe më të bukur në 20 vitet e fundit. Së shpejti do të jem me ju me intervistat me dy trenerët.